بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mlelën radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë në peshorën e veprave të mira. E lusë Allahun po ashtu që edhe këtë ditë të cilën e kena agjeru, Allahu agjerimit na e këtë pranu, gjunat na e këtë falë, na këtë liru për zjarë me gjenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Agjerimi na mëson, apo Ramazani na mëson që t'i kujtojmë gjërat që kanë ndodhur në këtë muaj. Do më thonë, gjërat që Ramazani na bën t'i kujtojmë. Tema është gjërat që Ramazani na bën t'i kujtojmë. Ndërkujtimet më të bukura për ne si musliman që na bën që Ramazani ta kujtojmë është dhe të thotë çka është zbritja e Kur'anit. Për gjëra më të bukura që Ramazani ja kujton besimtarëve, muslimanëve, është zbritja e Kur'anit, për atë se Allahu e ka zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit. Allahu e ka zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit. Edhe kjo ndodhi e madhe, sikurse na thret neve, secilin prej neve, që ta falenderojmë Allahun për këtë nimet, për këtë begati. Wallahi nuk ka begati më të madhe për ne se zbritja e Kur'anit. Nuk di, e thamë me plot gojë, nuk di çish kishim mujt na me jetu pa librin e Zotit. Edhe është bon nder këtij ummeti, na është bon neve nder si musliman kur Allahu na ka zgjedh me qenë ummet i Kur'anit, me qenë ummeti i një pejgamberi Muhammed, të cilit ju ka zbrit ky Kur'an. E kjo begati që duhet me falendru Allahun te bareke ve taala. Allahu e ka zbrit këtë Kur'an në muajin e Ramazanit, sikurse që thot Allahu, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, që besoj që këtë ajet aq shumë lexohet për hoxhallarëve, aq shumë përmendet, që besoj që duhet secili me mësu. Edhe me ditë që ky është argument që Kur'ani ka zbrit në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit në të cilin muaj ka zbrit Kur'ani. Hudel linnas, i cili Kur'an është udhëzim për njerëzit dhe është qartësues edhe dallues që e dallon të vërtetën prej të kotës. Sar që vjen Ramazani, dashurit e mi, na kujton dhe të thotë që shtash këtë begati. E ky Kur'an nuk mposhtet kur. Pa marr parasysh tendencat që i marrin të tjerët me mposht Kur'anin, nuk mundën me mposht. Janë mundu prej momentit që i ka zbrit Muhamedi alayhis salam. E deri në këtë momentum që na tu fol kanë mundu edhe janë mundu me qit dyshimen ta, janë mundu me mujt. Po s'mundën se Allahu te bareke ve taala thot në Kur'an, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Allah subhanahu wa ta'ala na të regon në këtë ajet, ati nuk mund t'i afruhet, thot Allah azza wa jall, gënjeshtra nga asnjëra anë. S'ka mundësi me hy gënjeshtra në Kur'an. Nuk mundet me afru gënjeshtra Kur'anit. Për shembull, tash me analizu këtë ajet, këtë pjesën e ajetit, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi,
nuk mundet me ju afru gënjeshtra në asnjë mënyrë. Nëse e marrim të libra të tjerë, a është afru gënjeshtra? Po, kanë arrit në libra të tjerë, kanë arrit me do të thotë ndryshu gjenezën aty në librave. Sa mo ka ardhur se cili pejgamber tash ti para mendo kur ka ardhur pezojm Isa alayhis salam. Isa alayhis salam vetë na tregon, merrni surën Maide, në fund surës Maide e sqaron, është ajo biseda mes Allahut edhe Isës kur do të bëhet në ditën e Kiametit, kur Allah ka me i thonë Isës, o Isa i biri Merjemes, e ente kulte linnas, ati i the njerëzve merrni mua dhe nanën time për Zot përveç Allahut. Çka thot Isa alayhis salam? Thot, nëse unë atë e kom thonë të edin, edhe ma mirë se ata çka unë do të thot e di për veten teme. Çka thot ajeti ma poshtë, tash nuk ka kjo tema jon. Thot, ma kultu lahum, nuk e kom thonë gjatin e vesh e ni'budullah, adhureni Allahun. Këtë pejgamber kur janë ardh me një punë. Puna e këtë pejgamber vokon e ni'budullah, adhureni Allahun. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ni'budullah wa ijtanibu at-taghut. Këtë regon vadhifen punën e këtë pejgamberve. Thot, kena dërgu të çdo ummet, të çdo popull, kena dërgu pejgamber. Për çka ju dërgu? Adhureni Allahun edhe largojuni taghutit. Taghut kem disa rekom përmend definicionin e fjalës taghut, ulemat kanë jep plot definicione, një për definicione më të përafërta dhe më të lehta me mbajt mend çdo gjë që te i kalohet. Çdo gjë që te i kalohet, do të thotë në adhurim, edhe adhurohet dikush tjetër përpas Allahut, ai quhet taghut. Ama duke ashtu me dëshirën e tij. Se tash dikush mund të thonë, po mirë, Isa alayhis salam adhurohet, au taghut Isa alayhis salam, hasha lillah, më thonë Isa o taghut, s'është taghut, se Isa nuk adhurohet me dëshirën e tij. Që ata ulemat e akides kur e kanë jep këtë definicion, ka thonë, ja shton do të thotë këtë pjesën me dëshirën e atij që është marrë për se ka plot. Për shembull ka ata sufit Abdul Qadir al-Jailanin e kanë marrë në udhubila marrën edhe për Zot e adhurojnë. Abdul Qadir al-Jailani ka fajin këtë punë, ai ka thirrë, jo ka qenë imam për imamave të Ahlus Sunnetit. Ka qenë alim i madh, dietar i madh ka qenë. Pse kanë ardhur mbas kanë shti edhe kanë shtramnu mesazhin e tij e kështu me radhë. Do të thonë, krejt punët e pejgamberëve, krejt secili pejgamber kur kanë ardhur tek populli vet e ka urdhëruar popullin e vet me adhuru Allahun. Me adhuru Allahun te bareke ve taala një të vetëm. Nëse e marrim këtë ajet e shohim se Allah ka garantu që Kur'anit nuk i afrohet gënjeshtra dhe nuk mund të hynë gënjeshtra në ta. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid. Thot Allah se ky libër është i shpallur nga i urti absolut që mbron, që meriton çdo lavdot, çdo lavd. Ai Allah te bareke ve taala për rahmetit ti, dashurit e mi, është që e ka bo Kur'anin e ka marë përsi për aj me rujt. Tek popuj tjertë, libra që ju kanë zbrit popujve tjerë, e kanë pas për detyrë ata me i rujt. Ndërsa te Kur'ani kur është ardhë, Allahu ka thonë, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun, na e kena zbrit Kur'anin dhe na do të arruem ata. Edhe alhamdulillah, dhe na me plot gojë themi, shëqër Allah që Allahu Kur'anin e ka marrë përsi për me erujt, me na palon neve, na nuk di që këshim bove to. Wallahi unë e fritgona që nuk këshim mujt na me dal me embrojt ato, se na shpesh herë për shohim, ka njerë Zotin na sprovon na qetë në disa momentume që duhet me embrojt, diçka që ndoshta është, jo ndoshta, po shumë ma pak se Kur'ani, edhe e shohim kanë herë luhatëm ta. Tash para me ndo me të ardhë, me të palon këtë mushaf, këtë Kur'an, me të thonë ti ki me erujt. Po alhamdulillah, e po tash të kjo, i kësha thonë edhe 2-3 fjallë shpejt, të kërujtje e Kur'anit që kanë në kuptan, se dikush më të thonë, që shërun Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anin, ulemat kër e kanë, mufesirit kër e kanë komentu ajetin, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Lahafidhun do të pjesa kjo, ne do ta ruajmë atë. Ka thonë Allah subhanahu wa taala e ruan Kur'anin me dërgimin e dietarëve, me dërgimin e ulemave, me dërgimin e nxënësave të dijes që e ruajnë originalitetin e kuptimit të Kur'anit. Edhe kjo pi veçurive të ummetit Muhamedit alayhis salam,
edhe veçuri e Kur'anit se ne e kena senedin, atë zinxhirin e librit ton, në zinxhirin e librit ton s'ka shkputje. Çka po du me thonë këta s'ka shkputje? Që ky Kur'an, çush e kanë dëgju sahabët për pejgamberit alayhis salatu wassalam, na ka ardhur dhe nevesh, do të thotë shkronjë për shkronjë na ka ardhur. Shkronjë për shkronjë, nëse e ndëgjon dikon që mundon se ka orientalista caktuar që mundon me hudh dyshime, jo dhe Kur'ani ka ndryshuar e na dalën për televizion, a thotë po na e me keqës njerëz që kanë studiu për fe, po e kanë deviju rrugën e fesë, thot po, thot në kohën e Muhamedit a.s. s'ka pas Kur'an. A ka pas në kohën e pejgamberit s.a.s. të shkruan Kur'an? Që unë tash për bëjë si pyetje, a ka pas a s'ka pas? A ka pas a s'ka pas? A keni ndinë në ndonjë hadith që ka folë për këtë punë? Po, është hadithi i pejgamberit s.a.s. uktubul yabisha. Ka pas, nuk o konim të bumë që kështu, po ka pas të shkrume, që ta Othmani kërë ardhë, pe përmendi sa i Othmani ardhë, që ka të bunë një, i ka mbledh, ka pas të shkrume në për ato lekurat e deveve, e deleve, ku ta diune që i kanë shkru, jënë konë të rujtme, në ato trupat, ato fletat e të palmes, jënë konë të shkrume. Nuk o konë Kurani, apo e purin një dyshim tjetër që po du me përmend këta, pasi që edhe ndëgjohet në publik, po thot nuk ka pas, zanoret nuk kanë egzistu, e vërtet është, që s'kanë egzistu, ama nuk kanë ndru, ajo, për shembull pezojmë, nëse është elhamdu, edhe pse pas zanore, apo të lezu elhamdu lillahi rabbil alamin. Edhe këto kush e din gjuhën arabe, këto du të më konë njeri bajak i fondrin du të më konë, edhe bajak i gjahil du të më konë, mos me dit hiq për këtë Kur'an, e mos me marë irë në arabisht, se pak me bo me dit arabisht, veç pak me dit arabisht, e mërve se kjo batilës, s'ka nevoj me pas fakultet krybe, me ndigushur, jo, pak veç me bo me dit arabisht, me dit pak arabisht, që ka rendin e ka, e mërve se a për fatkesh të na, ka njerës që dalin mundojnë me shtit dyshime auton se që e kështu, që ashtu, me i përshkru. Këtë ymeti e ka pranu këtë Kur'an, edhe ka pranu se në këtë liber egziston një fjala salat që o për qëllim namazit, dhe na i sharlatani, për i shkupit atja, dhe na i sharlatani shkupit, thot s'ka në Kur'an namaz. La ilaha illallah. Qësh për s'ka Kur'an namaz? Ma shumë se 86 herë o përmend namazi, o përmend në Kur'an, edhe s'ka namaz. Po, normal se s'ka namaz, a i zdojnë mu falë, o lejdoshme, ja prish rendin. A i tjeti dhe thot, jabe rakia, su përmend që o haram. Pse këta kret, vallahi billahi, me bo me shku, me mujt, me pas mundësin, mi u hin shpirtat e tëne, e në mendjet e tëne, ata krejt e kanë një tek dveti që dojnë me arsitum këto punë. Ama Kur'anit dashurit e mi nuk sfidohet. Nuk mundet Kur'ani mu sfidu. Apet për e thamë, e thash ma herët peri përsëris, ka pas tentativat shumë ta me sfidu Kur'anin. Vallaj veç ata që e kanë jënë mundu me sfidu, jënë sfidu. Se Allahu e ka zbrit këtë liber, dhe kjo është fjale Allahut, e fjale Allahut nuk më poshtet asë njëherë. Do të të Ramazanit dashurit e mi, na bën neve me e kujtu se në Ramazan ka zbrit Kur'ani. Nuk i në Ramazanit na ka zbrit Kur'ani. E për këtë begati du të me falendru Allahun te bareke wa ta'ala. Pastaj Ramazani na kujton edhe kujtime tjera. Ramazani na kujton edhe ndodhit tjera që ka ndodhë muaj në Ramazanit. I betona në Zot, hoxhës Arbem, për i thëmë që tash ishim para ligjeratës në ty, në mekteben temet të ndajt, thash, a son të hoxhë, nota e 17, po thash, bedri o konë, thash, e kom teme në lidhë, unë e kom bo teme, kër e kom bo teme se kom planifiku, po alhamdulillah, që dashti Allah subhanahu wa ta'ala, po ndërlidhet po me bedrin, që realisht ashtë këtë në gjallë emocion dashurit e mi, me të thonë ty paranimi e 400
44 viteve, parafërsisht, a 43 viteve, ka ndodhë një ndodhi e madhe, ka ndodhë. Cila ndodhi, fitoria e madhe e Bedrit, fitoria e parë në Islam. O dashurit e mi, se këto, kër i ndjen njeri me itikada dhe i kujton, këto t'jepin edhe emocion, se e kujton një burë të madhë, e do burat të mëdhaj që kanë sakrifiku për këtë fe. E ne kena marë, pëthuj se qële kena marë. Unë e ti, kur farë mundi s'ke bo, ti që mu bo musliman. A ki bon do i mund ti? E unë, jo pasha Zotën kur gjëjtë s'kem bon. Na ka ardhë, na ndijem krenar me këtë fe që e kem, ama dikush tjetër atje në fillim, që po thëmë kushtimisht në guzëve thonë, dikush i ka shti bryllat për këtë fe. E dikush o mbet po e vlad, e dikush e ka varos babën, dikush e ka varos nanën, dikush e ka varos e vladin, dikush i ka varos krejt. Për me të ardhë që kjo fe ty edhe mu. Për atë feja, për atë Allah ka thonë, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Largohu për atyne që e kanë marë fen, loj, du të mu largu feja, nuk o loj dashurit e mi. Feja s'është loj, feja është amanet. Që thash, dikush i ka jep krejt familjar, që unë e pe përmendi, për koincidencë, vallaj se kom pas njët po që, unë dëllit mu kujtu një nxarje, ka qenë një burnesh, për burneshave të moja, nuk po foli për bura, se në Islam qatë shumë ka bura, që mos me pakon që këtë din, fjalla burë s'kish me eksistu keq. Se nëse thuhet dikush burë, tamam burë, që ka jep hakim burnis, jonë do muslimon të mirë, të partë hershen që në konë, edhe në trojet tona. Sa di ka njerë kur po flasim, nuk po dojmë i përmena dhe qarë, jo, ka pas edhe që të mpej, pasha Zoten, eshtu rreth pejes, ka pas bura që për që din jo ndek. Për që din e dini jo, ndodhin kur kanë ardhë sa batarja, kur ardhë me ndru fejnë në lugën e Baranit, o kon një pi bajraktarve një buri madhë, që të ura e gurit ora shahid, po pasha Zoten po, të ura e gurit e kanë vra, ama vra për dinin e Zotit o vra. O vra për fjallin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Këthejni, kërse unë e di që shumica të rive janë out. Na me bu me na vetë, Zotin arrujt, që ka ndodh. E patem, sot me sa marsin asot? Me sa marsin asot? Me sa? 16. Qka tinglon marsi, sa arvjen marsi, qka na kujton neve? Qa? Jo, së është me mujë zjarë, mësë i thoni kështu mujë zjarët, mësë që shtu qafirat jonë të na e prish këto mujë zjarët, jo vërëllav jam, du të me thonë është marë si na kujton sakrificën e Shaban Jasharit. Se që shtu kjo tendencë, këto e një ideologjit poshtra. Mujë zjarët, kjo vesh me andru, njerë shkon të andru emnin. Mbas një kohë e andronë që shkojnë të ushu historia, na nuk gudzojmë, na du të me lujt historin në trëngë, se me kas dikush dënë me përmen e emni Shaban. Me kas dikush nuk dënë me thonë Shaban, se Shaban vron Shaban, vron Shaban. Adem vron, Homs vron, e po të vitu para të ditëve që nga dëllë bekimi, Allahu gjennetin ja jep, e udhëzoft në rrugën e dojtë, ata e neve ketve nga buft pëj të mirëve. E po dhe kër e kalzojnë ndjenjen me plot emocione për babën e vetë të e falë me balin Homs, që thëj kaj, të e falë Taravin, të e falë Taravin, zë nga ka dollë dhe për televiziora, kujtëj dëshin me lajqit, batën Shaban, se ajo nuk o kohë, s'ka pas pa i me fe. Me largu pe i fes. Aj njeri kon hoqë kon. Aj hoqë kon. Aj po thëmë kaler njeri du të më konë shumë të qarë. Mës me po, aj këtë video që qarkullojnë e i po, mëjet dësa tja e shetë qabën e ki. Këshere një vidot. E dikush dënë hakikatet me indru. E ku do me ndërlidh, po do me ndërlidh që këtë din ka pas bura, ka me pas bura që kanë sakrifiku. Edhe neve nuk gudzojmë në gjarjet e ke pasë në ndëllit e 5, 6, 7, 8 marsit auton. Vjen kesh auton, ali sa mërzit e shkur e shenë njerës kur fani, a dikush aty o derë, gjak jo derë. Jo ndek, une betona në Zotin, ju betona 4-5 herë më shku edhe shkoj me knatësi me vizitu atë kull me po,
Se më vorë s'ban me shku më vizitu, du të me kuptu të tash, du të me i do, veç me shku kast, veç vorët me vorë. Që shko me pa kullën, mas kullës, shko në të vorët, e bën një vizit, tamam është. Ama veç për vorë, s'ban se ka hadithë në lesën këta. Edhe, sa herë shkoj, në Zot ju betona, mjep emocion vetë, thëmë, ja Allah, tona të vorën, tona ta fmi të vegjë që hallo që i dhojnë, jetën se kanë shiju. E për kanë ata jenë vdekë. Jenë vdekë ata që na sot me egzu që të liri që e kena. Kanë sakrifiku. Kush për adin kësa ja, uptan? Kush për adin? Kush prej neve, uptan, du të me vytë, vallahi, këto du të me ju kalzu mirë djemë vetëri. Nuk guxojmë se vallahi këto jonë të dikush o të ja u shpërla trunin, a me qëllim, a pa qëllim, pja u lo juve kërkërën këto, edhe merë një vesh. Ama që jonë të u shpërla trunat, jonë të u shpërla me të bodhe. Ta jep një isharet që aty, ta ndronem, në që shtash avdhën, bëjnë në men që to. Jo veç këtë rast, në këtë rast tendenca e ndrimit emnave është ideologji. Se qështu punojnë njerëz me laps. E qafirat punojnë me laps, për fatë kesh. Na vës në vod, jena bo pusi pusave. Aj me laps. Nërë të ndronë, thotë është bo luft guerile. Ka da lala, këshore mereni, a i keni fmi të shkollë. A i keni fmi të shkollë. Mereni në histori që në sa lexojnë ata për luftën e ndërshme të ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Mereni, këshore mereni. Shkojnë, mësojnë histori, do të farë historia që asë e marin vesh ata. Po mësojnë marrë se një popull që e haron historinë e vetë, ajo histori që ka? Përsëritet. Unë ndoshta dikush thot që këtë që ka uzgjota, valloj, biloj se mu ka fry që dishtu më ka ardhë. E sonte po du pak me nëzirë që ato që mu kanë mbledhë në trupin tem se pesho për fatë keqa votan se nuk është e letë, o doshurjem, mendojt i vetën që tash, që të vetën më qenë bekim, nuk o letë me dalti me folë për babën tëndë, me folë për nanën tëndë që ta kanë vra, për motrat, për migjenat, nuk o e letë, o i doshurjem. Edhe tani dikush apet del, hinë që të komente esha dikush të e shojt ato. Fush, qëfar njerës të prish, sa i prish du të bëkon njeri, unë e tash të thop ta mi bot shajt, jo bre, ava edhe kur ti ku të dërshtoj pak me edukat për hirë të sakrificës që e kanë bo. E Ramazanit dashurit e mi po këthejna të tema jo, na kujton shumë ngjarje që kanë ndodhur, na kujton Bedrin, sonte jena dashurit e mi, po në ditën e 17 të Ramazanit, ka triumfu fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, është ngritë lartë fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Lufta e Bedrit dashurit e mi është për një prej sfidave që ju ka ndodhur muslimanëve. O kon një sprove madhe, bilem ka ardhur në transmetime, sa ashtu po du marrë me detaju këtë ngjarje se ndoshta edhe pe jep një lloj premtimin e se na gjallë është nosh, ja janë 17-in tjetër të Ramazanit se na gjallë, bidhni Allah taala kena me fol veç për Bedrin, edhe në mënyrë ndoshta ja vlen, vallai edhe këtë Ramazanin me marrë me fol për Bedrin, ka s'ka mu fol. A unë me përmendi një detaj që e tregon o kon momentum shumë i madh. Rasuli a.s. kër i kanë ngrit durt, sa që thot transmetuesi, atë shumë i kanë ngrit durt pejgamberi s.a.s. ka thonë, një pjesës lutjeve ka thonë, o Zot, nëse këtë grup të muslimanve nuk i triumfon të sant, s'ka me mbet kush i ka me të adhurun ftyrë tokës. Do në konë momentum i madhë. Që ta Allahu thot, që shë përshkrunë Allahu këtë momentum, thot, wala qad nasarakumullahu bi Bedrin wa antum edhille, fattekullah. Thot, Allahu ju ndihmoi juve në luftën e Bedrit, kur qëtë pa fuqishem, andaj frikësojnë e Allahut dhe këbohun i falenderus dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa jonë konë luftën e Bedrit? Transmetimet jonë 300, 312, 313, 314, që jonë transmetimet që sillet ma. Sa jonë konë mushrikint? Sa jonë konë? Kush e din? Ha? O falë mësutot. 1000. E qëfar përgatitje kanë pas? Hollë i dashëm, mjafton vetëm se i kanë prej, veç kërën ullë me hongër i kanë prej 10 deve. 10 deve i kanë prej. Muslimanë s'kanë pas as shpata mi dhe s'kanë pas me miti. Edhe këto një mësim shumë i madhë.
se triumfi dhe ndihma e Zotit nuk disa kujtojnë dashët e mi, fitore vjen me iman, me besim. Sahabet, vallahi billahi, me bo me imat, me matjet ushtarake, me thonë ndërzarën konë. Ama jau kanë dridhë, pe thonë këtë gjuhën e kullera parandërive. E dini rastin e luftën e Kadisijes. Lufta e Kadisijes o një për luftave të mëdha me persjant. Komandant supremi të në ka qenë kush Rustumi. Kër i ka shku Mughir ibn Shabe, ka shku mrenda, a i Rustumi që ka thonë? Ka thonë merë zbukureni palatin, mire, kreqin, me bofit, ne ka kujtu që i sahabet, shatana, thonë ka ja, thonë, Allahu na kalon neve këtë mbasë, me na balon neve atje, ekipat do t'i e qënë dikon me një punë shumë në rëndësi, a janë isë me këqyr zitrat, ku kësot bukurej pas këtu, ti si janë me këqyr zitna, ti janë me kry një me si janë një punë me kry, edhe sahabet që këtë zitnave të loqave të malterave, e kanë zbukuru me gjlisin, korohim brenda, Mughir ibn Shabe, përshkruhet do më thonë, se shumica sahabëve në konë fukarat dashurit e mi, kanë konë zbathur, me tesha me harna, ama krenarin që e kanë pas ata, pasha Allahun, që është një, me i në mbledh neve, tu me në bo kretë, se kem tuta as gjysës që gjysër, shobët gjysën, 10% krenaristë në snadel. Shtushti, prej ka ju dole aty në kjo krenari, prej nga buraj kjo krenari, kjo burni, prej imanit të dashme, prej besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe po du me përmend, Rustumi tha, ju e i Arab ta e një arme në luftua, a e një që ta Arab që na ju që ishim ndihma ko pas kohë, dhe me keni kon fukara, tha po sahi. Qashtu është tha, e vërtet është. Ama tha Allahu e ka qunë njerin mesin ton pej neve me në nëzirë prej adhurimit njerëzve drejt adhurimit Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe kishmar Mughir ibn Shabe në thik, edhe atë farë kultukin kësh ulltoja shkyke me majtë thikës ka pak kështu mi ka du dhe vek si kësë përshtypje mu kjo. Dikur Rustumit i Pelsiti ajo për mbrëndësis tha se komandant supremisht e kush Sa'd ibn Waqqasi. Tha o Sa'di komandanta, ju tha këtë këna komandanta na. Këtë tha për të konë komandanta. Këtë konë një. Ka thonë qështë të amon edhe Sa'di e ki. Një ditë shkaj ka thonë edhe 2 ditë e ki. Krenari o dashurit e mi. E këto të kalëzën krejtë sakrifica që i kanë bo, për me na arë që kjo fej këtu. Për mundina krenar me këtë fej. Unë e dishin është dikush edhe që ndë gjatë, qërë kësha po fula, qëfar krenari. Po për ty so krenari, për mua krenaria, Wallahi billahi tallahi, kur i përmendi këto kërejt, me bo qëtash, me mamot grupin e gjohit, nuk më del gjërë pozitiv që e kom, po më del dashurin dhe i dinit Zotit. Edhe e dojmë dinit e Zotit. Po e si përqel dikuj, flaka ju nalt. Po ju pederat për doli, kur për edhe përdoli me na i punu, me ju thonë mire keni, ta shune me thonë e du fen, jo më stuj pederat. Po di qysh me thonë. Po di më qysh me thonë dryshe. Na e dojmë dinin e Zotit, e dojmë dinin e Allahut, edhe i dojmë ata që e dojmë dinin e Zotit. Kush e dojmë fjenë e Zotit, e dojmë. Kush se dojmë, se dojmë. Mu bo peder, po bojka. Mu bo lesban, po bojka. Mu bo lesbejk, po bojka. Me thonë e du Allahun, e du pejgamberi s.a.s. I du sahabet, ja ti je ekstremist. Wallahi, billahi, tallahi, pe thëmë kështu, pa dorëza, se dhe unë e dorëza së të mbaj, se më dirë se ndurët. Nëse është ekstremizm, dashuria dhe ndjekja e Kur'anit, qenë ka ekstremizm, publikisht për thonë unë jam ekstremist. Edhe më burna që jam ekstremist. Edhe Allah ma marë shpirtin që shtu, ja Rabbi, mos ma merë shpirtin, në atë moment Zotin Arrit mos me pasën zemrën teme, dashni për librin të dhe për sunetin e pejgamberit s.a.s. Në ndihmë krenar me këto. Jetojme për këto. Vdesim për këto. Gjithë shka kemi jepi për këto. Me që krenari unë e flasë edhe më burna me këto. Pse? Se na kena histori. Pa për të për e këthej, edhe për e përfundoj, se edhe koha, na kena histori. Edhe popullin ka histori. Në që të troje tona ka bura, valloj që kanë jep për këtë din. Pasha Allah kanë jep për din e për vatan, për dyja ti kanë bo. Që ku e ki rrugoven,
që da për dali ka ne dhe tha na rëgohat fundit që na hinë islam. Be basëraj, se ka dal një për rëgove se ki njerin historian që në fakultetin albanologjisë atje në Tiranë ka shkruar libra, s'ka kallzu si nuk ka hinë feje fundit rëgove. Kështu e librave, po problemi është sot që njerëz lexojnë libra. Nuk lexojnë libra. Ç'kjo beleja u thon. Kur ka arë Rankovici vetën, që ku Haxhi Rahmoni unë do matë vjetër, vetën ku Rankovici, kur arë ka ndash mishti me zërë me ndru fen. I ka thonë, apë ndronë fen, apë e puth, dhe të të qyngat e stufës të kushme, i kanë puth qyngat se kanë pranu me ndru fen. Janë vra e përmenda bajraktarve, kur ka arë Sav Batarja, të ura e ngurit, mos harani këto, mos hara, djemë të rik, shkruja ty Sav Batarja, ku shkokon, edhe e merë vesh, kush i ka dalë Sav Batarës, që tu të ura e ngurit ora shahid. Edhe ka ngrit gishtin, ka thonë, dëshmoni o bura, dëshmoni me ato shka e dëshmoni ko, namaz, shahadetin namaz tuhet. A përshë që kanë sakrifiku bura, do thonë, ka pas bura. Allahu na bof pej atyne që i ndjekim hapat e tëne, hecim hapave tëne, e Allahu na bashkoft në gjennet me thaja Rabbel Alemin. Atu ka kam qëlloh për mirësive të Zotë, kam nga borë mirë dhe shqitanu vë khërdavan, alhamdulillah Rabbel Alemin.